Vazhdojmë të jemi me Margen Caushin dhe po flasim për Luli dhe Goni i Lemes, një film mjaft interesant, humor që vjen pas nesër në Cineplex nga pas nesër e tutje. Dhe Margen, dua të kuptoj si ka qenë marrëdhënia me pjesën tjetër të castit. Edhe si marrëdhënie njerëzore, por edhe në kuptimin e prodhimit situatave humoristike. Pra marrëdhënia para ti përmendim pak emrat, se janë emra të një rëndësie të veçantë. Po si mund të mos përmendim protagonisten Aurela Gaçen? Si mund të mos përmendim edhe aktorë të tjerë, Davis Myslymi, Fioralba Ponari, si mund të mos përmendim parodistët e Vlorës, Afrima Gallion dhe Agron Hamon, Jerin Gjiriako, Rita Lati, Ariola Demira. Një cast shumë i mirë aktorë. Shumë i mirë dhe shumë i përzgjedhur. Yje, janë të gjithë yje. Po flasim tani për protagonistën Aurela Gaçe, e cila është diva e muzikës shqiptare. Këtu Si ishte puna me Aurelën? Aurela ka qenë e jashtëzakonshme në punë, ka qenë pavarësisht emrit të saj të madh, po ka qenë, nuk e di, po me përullu se ne. Që jemi më të ri dhe ka qenë, po kjo lloj përullësie ka bërë madhështore Aurelën, që dëgjonte, punonte dhe bënim dhe prova në mënyrë të shkëlqyer dhe nuk tha njerë jo, ose nuk mërzit në një moment që po do ta provojmë që të bëjmë për pjesën e provave. Dhe ka rjedhur në mënyrë të shkëlqyer. Me thënë edhe gjithë stafi jonë, përveç punës tonë aktorëve, kjo katërsha jonë kryesore, ne kemi pasur marrëdhënie të shkëlqyer, marrëdhënie të jashtëzakonshme me njëri tjetrin. Ne kemi qenë 20 ditë, 21 ditë në mëngjes deri në darkë dhe ne nuk kishim një debat, një vogël, një mërzitje, jo, ne kemi qenë si motra e vëllezër me njëri tjetrin, sinqerisht. Edhe gjithë stafi neve nga mbështeste na mëngjes dhe ndarë në mënyrë të shkëlqyer, në çdo pikë, në çdo moment. Edhe kjo mbase ka qenë edhe merita e producentes, Klaudia ka mbajtur në pëllëm të dorës, patjetër, edhe përderisa unë ju mbaj në pëllëm të dorës, tani ju dua rolet edhe ju dua tekstin kështu në mënyrë të Dhe është në interesin e të gjithëve, sepse aty punohet një ekip për një gjë të vetme që është pikërisht produksioni Luli dhe Goni Lemes. Edhe Bjordi ka qenë me ato pira. E përshëndesim edhe Bjordin. Përshëndesim Bjordin, regjizori edhe Bjordi ka qenë, të cilën unë se kisha për të parë me Bjordin, no, se unë ke bërë që te seriali hot. Te seriali hot, edhe unë e njeh shumë mirë, njëri tjetër shumë mirë dhe tani ka qenë e shkëlqyer. Meqense filmi zhvillohet në Vlorë, ka referencë kulturore mjedisin e Vlorës. Nartën. Një pjesë. Nartën, plazhin e Zvërnecit, mos gaboj, një pjesë. Plazhi i Zvërnecit, po. Tani, si ka ndikuar Vlora në rrëfimin, po them, në karakteret dhe në rrëfimin e filmit, për aq sa ka qenë karakteri yt, po me karakteret e tjera, po them. Dhe ato situatat humoristike, referencat kulturore të Vlorës. Vlora është një ndër qytetet më të rëndësishme në Shqipëri. E vërtet është, unë pajtojmë plotësisht. Patjetër, dhe ne i dim dhe temperamentet e vlonjatëve është shumë i fortë. Tani ka temperamente dhe bota, por edhe vlonjatët që kanë aq të fortë, aq të mirë sa që ti kudo çfarë do lloj historie të sajosh me vlonjat, ty do të dalje suksesshme. Sa i Po më bën që ta lë këtë gjuhën standarde që flas edhe të rikthem dialektin. E ke humbur, je zbutur e kontaktam thënë. Vazhdon që të më vër në sede. E ke zbutur. Jo, unë jam shumë dakord, e ke zbutur një. Atë kthem në origjinë. Provoj një. Po patjetër, po si. Margen, bëj një leksion këtu të mësoj të flasë prapë si vlonjat. Po, hamërlla, ke të drejtë. Humbet gjuhën e nënës. Mos më prek këtu. Çfarë fjalë tipike keni ju vlonjatët? Bolori di unë që është një nga fjalët apo. Do të bëj bolori. Do të bëj bolori. Po, do të bëj bolori. Do të bëj labidar. Do të bëj labidar mu këtu. Çfarë tjetër mund të vi? Edhe o vëllai që e keni tuaj. Po mirë, ajo vlla nuk ikët. Më fal, vlla unë të ngre vlerë aty. Patjetër. Pse gjykojnë? Pse gjykojnë? Për shembull, Margen, jemi që jemi. Si propozon një vlonjat? Si propozon? Po tani ka formate të ndryshme kam përshtypjen. Po pra, ka lloje formate. Në fakt nuk propozon fare vlonjati. Hajde këtu se do këtu. Lëri më këto çam do promocione, hajde më këtej. Hajde këtej, futu këtu, po të dua për vete i kaj as
as përgjigje nuk merr fare. Është thën poja me nga mendja. E ka thënë vetë ai pon, s'ka nevojë. S'ka nevojë. Nuk propozojnë vlonjata. Haroja. O të dua o pik. S'ka. Ku do vesh?